Obori i shtëpisë së Big Brother Kosovës ishte shndërruar në një fushë të bardhë loje. Bora kishte mbuluar çdo cep dhe banorët, një nga një, po dilnin jashtë për të shijuar momentin. Mes tyre, Alba dhe Labinoti ishin të parët që ndezën atmosferën. Fillimisht, gjithçka nisi si një shaka e vogël. Alba u përkul, mori një grusht borë dhe e formoi në një top të vogël. Pa paralajmërim, ajo ia hodhi Labinotit. Ai u kthye menjëherë, i befasuar, por me buzëqeshje në fytyrë. E fillove? I tha, ndërsa u përkul edhe ai për të marrë borë. Në pak sekonda, obori u mbush me të qeshura dhe thirrje. Topat e borës fluturonin nga njëra anë në tjetrën, ndërsa Alba dhe Labinoti po e shijonin plotësisht lojën. Nuk ishte garë, ishte thjesht argëtim i pastër, ai lloj momenti që i bën banorët të harrojnë kamerat dhe strategjitë. Alba, gjithmonë energjike, bënte shaka me të gjithë. Ajo thërriste ludos që t'u bashkohej, duke e ngacmuar me humor dhe duke qeshur me zë të lartë. Hajde, mos u fshi, i tha ajo, ndërsa i hidhte një top bore që shpërtheu pranë tij dhe e mbuloi me të bardhë. Ludosi reagoi me të qeshura dhe përpjekje për t'u larguar, ndërsa banorët e tjerë nga dritaret brohorisnin dhe komentojnë situatën. Ishte një nga ato skena që i japin frymë shtëpisë, spontane, të lehta dhe plot jetë. Labinoti, tashmë i mbuluar me borë, u dorëzua për një moment, duke ngritur duart lart. Por Alba nuk ndalej. Ajo vazhdonte të qeshte, të bënte shaka dhe të krijonte një atmosferë ku askush nuk ndihej i përjashtuar. Bora ishte bërë arsye për bashkim, jo për ndarje. Për disa minuta, obori i Big Brotherit u kthye në një vend ku dëgjoheshin vetëm të qeshura. Nuk kishte tension, nuk kishte debate, vetëm lojë dhe energji pozitive. Banorët qëndruan aty derisa i ftohti filloi të ndihej më fort, por buzëqeshjet nuk u larguan. Kur loja përfundoi, gjurmët e këmbëve dhe shenjat e topave të borës mbetën në obor, si dëshmi e një momenti të bukur bashkëjetese. Alba dhe Labinoti u kthyen brenda, ende